Ishte viti 2020 kur fytyra e Xhevdet Troplinit u prezantua për herë të parë me publikun. Familja e tij njihet që prej vitit 2000 për shkak të investimeve të shumta në biznese. Si Xhevdet Troplini, ashtu edhe djali i tij, Fatmir Troplini, apo edhe nipi, Elvis Zoçi, kanë zgjedhur të ndjekin një taktik ndryshe nga grupet e tjera. Të punojnë në heshtje, pa bujën e madhe që prirën të fortët ta tregojnë në publik. Buja e tyre ishin investimet në bizneset e Durrësit dhe jo vetëm, madje edhe ato njiheshin vetëm nga banorët e zonës. Për herë të parë, Xhevdet Troplini u arrestua në moshën 40 vjeçare në vitin 2006, pasi drejtësia italiane solli një dosje në Shqipëri. Sërish pa bujë, i njohur ndryshe edhe si Poja, mbaroi dënimin e tij dhe doli nga burgu. Por drejtësia italiane, siç duket, nuk është një augur i mirë për këtë familje. Pasi vite më vonë, drejtësia italiane solli sërish një tjetër dosje në SPAK me përgjimet e tyre. Gjithçka nisi me rrëfimin e të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani, i cili u përball me një foto ku ishin të gjithë anëtarët e familjes Troplini dhe nisi të identifikonte ata një nga një dhe të fliste për rolet e tyre. Nureddin Dumani e konsideronte një grup kriminal brutal, ndër më të fuqishmit në Shqipëri, dhe i aftë të vepronte edhe jashtë vendit, fal kontakteve që kishin në Gjermani, Itali edhe në Amerikën e Jugut. Kaq u desh prokurorit të Barit, Ettore Kardinali, që kishte në duar një sër përgjimesh. Bisedat e dala nga aplikacioni Sky ETC datonin që nga viti 2019, por mungonte ura lidhëse, një person që të bënte lidhjen mes pseudonimeve dhe fytyrave të personave. Dhe ai ishte Nureddin Dumani. Nga këtu nisi edhe operacioni Ura, që shkatroi një klan të madh shqiptar të përbërë nga 3 grupe kriminale që drejtoheshin nga 3 persona. Një prej tyre nga Elvis Zoçi, i njohur ndryshe si Visi Pojës, tjetri nga Adi Çopa dhe tjetri nga Rigel Spresi. Në mesin e tyre ishin edhe 2 efektiv policie, Altin Morina dhe Orges Molla, të 2 personazhe mjaft kyç në këtë histori. Altin Morina kontaktonte shumë shpesh me Ekil Ndërjakun, me të cilin bënte biseda për trafik të lëndëve narkotike, por jo vetëm. Ai gjithashtu shërbente për ndere të ndryshme që mund t'i duheshin grupit dhe që mund të realizonte përmes kontakteve që kishte në policinë e shtetit. Një prej rasteve që mund të përmendim është edhe pas arrestimit të Edmond Koçit, personit të njohur ndryshe si Mont Çekiçi. Ekil Ndërjaku i kërkoi Altin Morinës që të ndërhynte në një raport për të prishur gjilpërën pistoletës që ishte sekuestruar Edmond Koçit. Në dosjen prej më shumë të 1300 faqesh shpjegohet mjaft mirë roli i çdo antari të grupit të drejtuar nga Visi i Pojës. Qëllimi i tyre ishte trafikimi i lëndëve narkotike nga Amerika e Jugut, Amerika Latine në drejtim të Evropës. Bashkëpunëtor të ngushtë në gjetjen dhe eksportimin e ngarkesave me drogë nga Amerika Latine, Doçi kishte Indrit Tafilin, të afërmin e tij. Droga kishte të stampuara kodet e ndryshme si Paris, Audi apo Leon, me siguri kodet e pritësve të lëndës narkotike. Ndërsa për sa i përket trafikut të lëndës narkotike në Itali, këtu putej në lojë Adi Çopa. Nureddin Dumani nuk ishte i vetmi i penduar i drejtësisë që ka folur përpara autoriteteve. Një tjetër personazh është edhe Domenico Melillo, ish antar i mafias pulieze, i cili ka zbërthyer përpara autoriteteve italiane rolin e Adi Çopës edhe të Rigel Spresit. Në fakt, Rigel Spresi ishte i përfshirë në trafikun e heroinës. Ai siguronte ngarkesën që do të nisej nga Shqipëria në drejtim të Italisë dhe më pas shitjes mblidhte para. Ai bashkëpunonte me dajën e tij dhe Gerti Aliun. Furnizimin e merrte nga grupi që drejtohej nga Redi Tusha, Orges Molla dhe Çapi. Heroina vinte kryesisht nga Turqia, më pas nga Shqipëria nisej në Itali përmes portit të Durrësit. Në mbledhjen e parave futej në lojë edhe Ogers Shefi, i cili përmes një tjetër personazhi, Erin Lasku, bënte të mundur që transportimi i tyre të vinte drejt Shqipërisë. Parat në Shqipëri vinin përmes linjave të autobuseve që kryenin udhëtime ndërkombëtare. Në 32 episode të zbardhura nga autoritetet, ka rezultuar se grupi ka sjellë të paktën 3 milionë euro para kesh në Shqipëri. Sigurisht që ky ishte një shërbim që pronarët agjencive e ofronin në këmbim të 1% që përfitonin ata vetë. Dhe një prej pronarëve të agjencive është vënë në pranga, bëhet fjalë për Ligor Çombashin, i cili ishte dhe pronari i agjencisë Ligori Treput. Faza e fundit ishte dhe pastrimi i parave që vinin në vendin tonë, e cila bëhej përmes bizneseve të ngritura. Familja Troplini në fakt ka në pronësi një sër biznesesh. Vetë Xhevdet Troplini rezulton se është ortak në kompaninë Ovital. Gjithashtu është aksioner në një shoqëri të quajtur Euromag, ku janë aksioner edhe 10 persona të tjerë. Mes tyre spikatet e Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Amerikës me 30% të aksioneve në kohën kur ky institucion nuk ka qenë shkrirë ende. Vetë Elvis Doçi ka në pronësi një kompani ndërtimi me adresë në Rashbull të Durrësit, një bar kafe me emrin Portside, që e ka në bashkëpronësi me një tjetër person të identifikuar si Bukurie Doçi. Gjithashtu ai ka edhe një bar kafe në Kushkruj, një bar tjetër në Suks me emrin Vintage, që është në bashkëpronësi me Edmir Bakallin. Ndërsa Bledin Doçi, i afërmi i tyre, ka në pronësi një tjetër biznes me emrin Portside Beach në adresën e Currilave në Durrës. Elvis Doçi në fakt kishte marrë leje nga Bashkia e Durrësit edhe për ndërtimin e një hoteli 10 katësh. Xhevdet Troplini ka qenë edhe subjekt i operacionit Forca e Ligjit në kohën që u sekuestrua edhe një automjet i blinduar. Pasazhet e zbardhura në dosje tregojnë se Visi Pojës kishte në plan ta zgjeronte aktivitetin e trafikut të lëndëve narkotike edhe në vende të tjera të Amerikës, si Peru apo Guatemala, dhe madje kishte planifikuar një skenar, trafikimin përmes diplomatëve. Por SPAK pretendon se ky plan ka dështuar dhe nuk është finalizuar. Edhe pas gjithë këtij aksioni të ndërmarrë nga prokuroria e posaçme, ku janë lëshuar 52 masa sigurie, në fakt familja Troplini ka mbetur thuajse e paprekur. Ndaj Xhevdet Troplinit nuk është ndërmarrë asnjë masë, ndërsa Elvis Doçi është shpallur në kërkim. Në total janë sekuestruar edhe një sër biznesesh. Përmendim këtu Marquez në pronësi të Ervin Beqirit, Forsyth në pronësi të Elvis Doçit, Felix Vinum në pronësi të Adi Çobës, Majestic Construction në pronësi të Eugene Drazhit, Dubain dhe Vlora Cable në pronësi të Nexmedin Danajt, si dhe një kompani për shitblerje automjete në pronësi të Olger Shqepit.